Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot do të lexoj një letër, disa fjalë të një nënës që gjatë gjithë kohës në sytë e saj pa mall për të birin, gjatë gjithë kohës në sytë e saj pa dhimbje, gjatë gjithë kohës në sytë e saj pa trishtimin. Është kjo zonja Sebahat, nëna e Gjestit, e cila me dinjitetin më të lartë, me vlerën më të madhe të njerëzit, me gruan e edukuar që është, që ka rritur një djalë fantastik, që i dha edukatën më të mrekullueshme Gjestit, i ka dy fjalë për të birin e saj. Ajo në fakt këto fjalë i ka thënë edhe në intervistën e Top Channelit, por më pas ajo ka folë me shumë krenari. Nuk e kam ditur as vetë birim se sa shumë mund të më dhëmbë krenaria. Të shoh në ekran, të pash në ekran për 6 muaj rjesht, larg syve të mi, larg përqafimit tim, larg duarve që doja të t'i mbaja në çdo natë të ftohtë. Ishte një dhimbje që vetëm një nën mund ta ndjej. Ti hyre në atë shtëpi me një qëllim të vetëm, të sakrifikosh veten për të na siguruar ne një të ardhme më të mirë. Askush nuk e di se sa ne të pagjumë ke kaluar për të menduar për ne. Askush nuk e ka parë si ke numëruar ditët me sy të lagur, duke bërë durim, duke u përpjekur të buzëqeshësh, ndonse zemra të dhimbte përtej mureve të aty reality show. Por unë e di, unë nëna jote që ndjej frymën tënde dhe kur nuk jam pranë. Unë e kam parë, e kam djerë, e kam përjetuar çdo përpjekje që ti bëje për të qenë më i mirë, më i drejtë dhe më i vërtet. Sepse ti birim nuk hyre në atë shtëpi për të luajtur, hyre për të mbrojtur dinjitetin tënd, për të nderuar familjen tënde, për të na dhënë një dritë shpresë, një të ardhme, një mundësi që ne të dalim nga vështirësitë që na kanë lodhur vite me radhë. Sa herë të shihja në TV më dridhej shpirti, të shihja të vuaje, të qaje me shpirt dhe s'mund të bëja asgjë përveç se të lutesha. Lutesha te Zoti me zemër që më dilte nga gjoksi. O Zot, mos e lër vetëm djalin tim. Jepi forcë, jepi zemër, jepi një dritë. Dhe ti nuk na zhgënjeve kurr. Ti na bëre krenar, birim. Na bëre të ngrem kokën lart të themi me zë të plot, po ky është djali ynë. Unë e di që shumë njerëz flasin, gjykojnë, keq kuptojnë, por unë jam nëna jote. Dhe zemra e nënës e di kur fëmia e saj po jep gjithçka nga vetja. Jo për veten, por për të tjerët. Ti nuk e zgjodhe rrugën e lehtë, bir. Nuk ushtire, nuk shkele mbi të tjerët për të dalë mbi ujë. Zgjodhe të vuash në heshtje, të durosh, të përqafosh edhe kur ndoshta do të ikje. Zgjodhe të mbetesh njeri. Dhe kjo është ajo që më bën më krenare se çdo çmim, se çdo lavdi. Sot kur të përqafoj nuk të shoh më thjesht si fëmijën tim. Të shoh si burrin që u rrite mes halleve, që pa vuajtje në sytë e nënës së tij dhe që vendosi t'i jap fund asaj dhimbje. Të shoh si djalin që spranoi të dorëzohej, që qëndroi fort një mal dhe kur gjithçka i bëhej erë rreth e rrotull. Nuk ka dhuratë më të madhe për një nënë se kjo. Të shohësh djalin e saj të bëhet një shembull i vërtet i sakrificës, i dashurisë, i burërisë, i përkushtimit dhe tani që gjithçka ka kaluar dua të them faleminderit birim. Faleminderit për çdo natë që nuk reatove gjumin tënd për të na siguruar neve të nesërmen më të mirë. Faleminderit që e mbajte kokën lart, që ruajte fytyrën e familjes tënde, që na nderove. Faleminderit që ishe dritë në errësirë, shpresë në dëshpërim, zë i heshtur në një botë që shpesh nuk dëgjon. Tani nuk kam frikë nga asgjë, sepse të kam ty dhe e di që ti do të bësh gjithçka për të na mbajtur bashkë, për të na mbrojtur, për të na bërë krenar për herë. Nëse Zoti do të më jap edhe një jetë tjetër, përsëri do ta doja të ishe biri im, sepse ti je gjithçka, je gjithë dashuria, gjithë forca dhe gjithë lavdia e shpirtit tim. Nëna jote që të ka dashur dhe të do gjithmonë pa kushte. Këto janë fjalët e një nënës e cila
shpreh dashurinë ndaj të birit dhe dhimbjen që nuk arriti dot ajo të siguronte për të birin, por jo i birit vuante kaq shumë. Por gjesti në përqafim të prindërve tregoi që dashuria më e madhe e Zotit është kur i do prindërit e tu, kur e do familjen tënde, kur i do njerëzit që i ke në krah. Dhe shembulli më i bukur në këtë ditë kur familjet kanë përfunduar, në këtë ditë kur familjet shojnë me urrejtje njëra tjetrën, është po gjesti jon, që ditë na adhuroj gjithmonë dashuri dhe ditë na adhuroj gjithmonë momente të bukura. Jam i lumtur që unë nga kanali Monitor TV përcjell mesazhe kaq të mëdha që ndoshta edhe ju zonjat mia të dashura kur i dëgjoni emocionoheni si unë, sepse ku ka më bukur se të shohim një djalë 24 vjeç i cili lufton me të gjitha mundësitë e tij në këtë Ballkan ku ne jemi të zhgënjur, në këtë Ballkan ku ne themi nuk bëhet, në këtë Ballkan ku ne themi ka marrë fund, në këtë vend ku ne themi çdo gjë ka mbaruar, po shohim gjestin tonë të dashur i cili po lufton vetëm për të bërë krenare këtë nën e këtë baba, të cilët me duart e hapura dhe me zemër të gjerë e presin në shtëpinë e tyre. Unë uroj me zemër që gjesti të vazhdon të mbetet po ky gjesti, gjithmonë i vërtet, gjithmonë i dashur të publiku dhe familjes së tij t'i dhuron parajsën, universin dhe gjithat mira që ato meritojnë, sepse janë prindër që kanë punuar me gjake, me nder, me shpirt e me shpresë, vetëm të rrisin këta 3 fëmijë faqebardh dhe në zonën ku ato jetojnë, në një fshat të vogël, po me shumë dashuri të duartrokiten për djalin e mrekullueshëm që kanë rritur. Dhe sot këto prindër ndjen krenar, ndjen fisnik, ndjen të mrekulluar, sepse kanë rritur një djalë fantastik i cili ka ditë të ruaj dhe kombin dhe fenë e tij. Besoj që gjesti ka bërë krenar dhe xhaxhain e tij dëshmor që rriti, që dha jetën e tij për kombin dhe sot Zoti ja shpërblen tek nipi i tij, tek vllau i tij Toni, me këtë vepër të bukur, me këtë djalë të mrekullueshëm dhe me këtë grua fantastike që tregoi seriozitetin dhe qëndrueshmërinë e një nënës së mirëfillt shqiptare.